është momenti ku do të kalojmë tani dhe së bashku me dietologen klinike Anila Kalleshi do të jemi bashkë për të folur për ide për të gjithë ata të cilët vuajnë nga diabeti, për të sugjeruar se cilat janë dietat të cilat duhet të përdorin. Faleminderit Anila që je këtu me ne sot, edhe faleminderit që u bëre pjesë e programit për të na ndihmuar disi për të sjellë këtë tematikë që besoj është e rëndësishme apo jo. Sëmundja e sheqerit kalojmë nga një hap në një hap tjetër për të treguar në fakt problematikat që lidhen me sëmundjen e sheqerit, gjithashtu dhe regjimin ushqimor të cilin duhet mbajmë. Fillimisht dua të jap disa statistika, le të themi. Janë rreth 294.000 persona të cilët vuajnë nga diabeti i tipit të dytë. Rreth 90.000 janë të padiagnostikuar, nuk e din ndoshta ose mund ta kenë të fshehur, dhe fatkeqësisht le të themi që një pjesë e mirë e këtyre diabetikëve është e prekur nga fëmijët dhe të rinjt. Pra dikur njihej si sëmundja të pasurve, sëmundja e atyre personave të cilët kishin bollok në shtëpiat e tyre, borgjezve le të themi, kishin bollok, ushqimi dhe kishin të zhvilluar diabetin në një periudhë diku pas moshës 50-60 vjeçare. Kjo kurb ka ardhur në rritje edhe pse ka kaq shumë informacion për mënyrën se si duhet të ushqehemi, për produktet që duhet të konsumojmë, se si duhet në një farë mënyre edhe të gjejmë balanca midis asaj çfarë konsumojmë. Si ka mundësi që edhe pse është kaq shumë informacion të diagnostikuar. Në vitin 2000 kishim rreth 94.000 të diagnostikuar. Tani kemi rreth 3 fishën më tepër të këtij numri, le të themi. Pa llogaritur ato që nuk e din ose nuk janë të diagnostikuar. Pra, pse ka ndodhur? Ndoshta bolloku i madh, ndoshta ushqimet e trajtuara, ndoshta fokusi në ushqime të procesuara, të cilat përmbajnë karbohidrate, le të themi jo të shëndetshme, dhe një dietë ndoshta e pasur në vlera ushqyese dhe kalori boshe. Po kur flasim për dietë Anila, duhet të kuptojmë një dietë strikte për persona të cilët vuajnë nga diabeti, pra duhet të qëndrojnë kësaj dietës strikte, apo duhet të kenë në një farë mënyre një edukat më të mirë të ushqyerit për ta mbajtur në kontroll këtë situatë? Regjimi ushqimor që i ofrohet personave diabetik, le të themi është regjimi më i shëndetshëm ushqimor që duhet mbajë çdo person nga ne, edhe ato që nuk vuajnë nga diabeti. Pra, shmange ushqime të procesuara, plot yndyrë, me kalori boshe, ushqime të cilat mendohet, ose edhe ato me vlera sheqeri zero që thuhen lart e poshtë, ato nuk është se kanë vlera ushqyese, përkundrazi, këto agravojnë më tepër problemet e personave të cilët vuajnë nga diabeti. Do të kemi tani më edhe në ekran të afishuar një dietë të cilën Anila do ta sugjerojë. Diabeti ka 3 forma. Është diabeti i tipit parë, insulinovartës, ata të cilët nuk prodhojnë insulinë në organizëm dhe janë të detyruar gjithë jetën të përdorin insulinën, por një gabim mund të ndodhi tek këta persona të diabetit të tipit parë. Duke menduar që insulina është prezent her pas here, 5 herë, 4 herë, 6 herë ndoshta në ditë tek këta persona, abuzojnë duke konsumuar ndoshta ushqime të cilat kanë sheqer të tepërt, ushqime të cilat rrisin indeksin glicemik më njëherë, dhe të gjitha këto janë të dëmshme dhe nuk do funksiononte shumë mirë nëse ne marrim insulinë dhe mendojmë që duke marrë insulinën ne jemi të mbrojtur. Po kështu persona të cilët kjo është diku 10% dhe pjesa më e madhe e zhvillojnë këtë në një periudhë shumë të vogël, le themi që në fëmijëri, pa e ditur, pa e kuptuar, deri në moshën diku 15-16 vjeçare, këto që janë të tipit të parë. Diabeti i tipit të dytë kryesisht është diabeti që zhvillohet diku pas moshës 35 deri në 40 vjeç dhe janë persona të cilët kanë konsumuar shumë shpesh, le të themi, ushqime të cilat kanë një indeks glicemie të lartë, që janë kryesisht hykrau këtej, ushqime të procesuara me shumë drithrat të cilat janë të procesuar, mielli i bardhë, orizi i bardhë, makaronet e bardha, ushqimet e dëmshme që ne ushqimet e dëmshme njohim. Dhe edhe këta përsëri mund të bëjnë gabim. Me idenë që marrin insulinën, mendojnë që janë të mbrojtur dhe preferojnë që të konsumojnë edhe baklavan e vitit të ri, apo edhe gjatë ditëve të tjera të vitit të konsumojnë ushqime apo ëmbëlsira të ndryshme. Duke shtuar edhe diabetin që zhvillohet në shtatzani. Rreth 5% të grave në periudhën e shtatzanisë mund të zhvillojnë diabet. Ndoshta një keq ushqyer, le të themi, gjatë periudhës së diabetit, ndoshta një mos konsulte mirë me një dietolog apo nutricionist apo edhe me mjekun përkatës, për t'i dhënë ndoshta ideja që po rrit një fëmijë dhe ti fillon të ushqesh ndoshta 2 fishën, 3 fishën e kalorive, ose mendon se një ëmbëlsirë do të ishte e mirë për të rritur fetusin në organizëm, përkundrazi ti mund zhvillosh diabet, por
kjo është e kurueshme, le të themi pjesa më e madhe e grave, nëse i nënshtrojnë një regjim ushqimor të shëndetshëm, pas staxanisë nuk e kanë më diabetin. Atëherë, ne kemi në ekran tani më edhe dietën e parë që ti ke sugjeruar, është mëngjesi, një fetbuk integrale, një vezë zirë, një sop djath i butë, salat me kastravec, domate ose perime të tjera dhe një kafe pa sheqer. Nëse dëshiron me pak stevia. Po të shikojmë, kjo është tipi i një pjate të drekës që mund të zhvillohet. Natyrisht, janë shumë të rëndësishëm makronutrientët, duke filluar tek yndyrnat, proteinat dhe karbohidratet. Te karbohidratet gjithmonë duhet preferojmë ushqime të cilat ka një indeks glisemie jo shumë të lartë. Orizi integral, le të themi, ose një fetbuk integrale do të ishte e lejuar për këta persona, por gjithmonë pa abuzuar me sasinë e tyre, pra porcioni mund të ishte kaq, sa që kemi tu në pjatë. Këtë orizin integral duhet ishte mjaftueshëm, do me thënë 2 deri në 3 lugë oriz integral për të marrë karbohidratet dhe fibrat natyrisht që kanë le themi karbohidratet integrale. Po, janë mjaftueshëm si sasi? Po, patjetër që është. Për të dhënë ndjesin e ngopjes? Për të dhënë ndjesin e ngopjes, kemi pjesën proteinike që mund të jetë mish pule, i bardhë, gjoks pule, ose mund të jetë peshku, i cili është vërtet shumë i mirë pasi përmban acide yndyrore omega 3 shumë të shëndetshme për organizmin dhe natyrisht ofron atë ndjenjën e ngopjes. Pra, ri më gjatë në organizëm, duke dhënë këtë idenë e ngopjes, duke mos pasur ti dëshirën. Nëse ti konsumon karbohidratet e procesuara, të garantoj që brenda 2 orëve ti do kesh një uri të jashtëzakonshme. Kështu që kjo e bën frenimin e urisë. Dhe duke mos haruar të gjitha legumet ose bizelet ose fasulet e kuqe të zeza, por gjithashtu edhe perimet jeshile plus frutat, janë një tjetër element shumë i mirë ku të japin fibra mjaftueshëm dhe nuk merr shumë kalori. Kemi edhe snekun e paradites ku këshillon një moll ose një dardhë dhe 5-6 kokra bajame. Ne e dim që molla është një produkt fantastik, le të themi. Ka një indeks glisemie mjaft të ulët, por gjithashtu ndihmon mjaft mirë për të dhënë një ato antioksidantë që duhen, por dhe vitaminat e mjaftueshme. 5-6 bajame do të ishin përsëri shumë të rëndësishme për të marrë acide yndyrore omega 3 të shëndetshme për trurin, por natyrisht edhe për diabetikët. Le të themi që diabetikët, pjesa më e madhe e tyre kanë lidhje të ngushtë ose janë bashkëshoqëruese me personat të cilët kanë probleme kardiake, por gjithashtu ata që kanë probleme me mbipeshën. Pra, jo gjithmonë një person diabetik mund të jetë mbi peshë, por pjesa më e madhe e tyre janë të shoqëruar me mbipeshën dhe këtë. Përveç asaj, predispozita gjenetike që ju thoni është shumë e rëndësishme, sepse zakonisht le të themi një person i cili ka gjenetikisht të trashëguar një gen i cili mund të zhvilloj një insulinorezistencë ose le të themi diabet, ka tendencën për të qenë një personazh diabetik, por jo gjithmonë. Nëse regjimi ushqimor është i shëndetshëm, ne jemi të aftë të ndryshojmë genet tona duke i dhënë prioritet jetës së shëndetshme, natyrisht ne kemi parandaluar një sër problemesh. Dhe kur flasim për dietën e diabetikëve, unë do të isha shumë e lumtur që të më dëgjonin edhe ata që kanë një predispozitë gjenetike për të parandaluar. Parandalimi është gjëja më e mirë, por njoh shumë mirë njerëz të cilët kanë qenë shumë korrekt në stilin e jetesës, sepse diabeti është ngushtësisht i lidhur me stilin e jetesës. Pra, ushqimi i shëndetshëm, aktiviteti fizik dhe menaxhimi i stresit janë elemente të domosdoshme për një diabetik. Kështu që për të parandaluar këtë gjë do të ishte shumë e mirë që të filloheshë që në momentet e para. Pra, nëse një prind e di që ka probleme ose është i lidhur me diabetin, është shumë rëndësishme që fëmijën ta ushqejë shumë shëndetshëm, ta aktivizojë sa më shumë. Po, patjetër, absolutisht po, por që le të themi që sëmundja mund të parandalohet shumë mirë nëse stili i jetesës i këtij personi është shumë i shëndetshëm. Ndërkohë, vakti i darkës është një vakt të cilën e sugjeroni se shpesh herë ka diskutime që duhet evitohet, duhet të konsumohet pak më. Të them të drejtën, unë i referohem Harvard Medical School dhe natyrisht vakti i darkës mund të ishte një varg, një supë me perime, mund të ishte me perime të ndryshme, një sallatë e bollshme, e cila do të kishte le të themi të gjitha perimet jeshile, qoftë spinaqi me pak limon do të ishte shumë e mirë, ose mund të kemi produkte tjera le të themi, mund të kemi rukollën, radhiqen, sallatën jeshile, të cilat të bëjnë të fryjnë stomakun, të ta mbushin stomakun pa vlera kalorike dhe pa yndyrna të ngopura dhe karbohidrate të procesuara. Kemi edhe snekun e pasdites, është një mesovakt i cili nuk duhet të evitohet dhe në rastin e diabetikëve e këshillon që
Në rastin e diabetikëve këshillohen vakte të vogla dhe të shpeshta, në mënyrë që mos kemi luhatje të menjëhershme të indeksit glicemik pra të sheqerit në gjak. Kështu që është shumë e rëndësishme që të konsumohen vakte të vogla, të shëndetshme, dhe nëse ke uri për shembull, mund të marrësh antioksidant nga frutat e pyllit ose mund të hash një kokormoll në vaktet ndërmjetme, duke vazhduar pastaj me ushqime të cilat në vaktet kryesore, le të themi, mos të jetë një porcion i madh dhe i egzageruar, por të jetë një porcion i vogël. Por nëse ti ke konsumuar vaktet ndërmjetme, patjetër që nuk do kesh uri gjatë kohës vaktit në vakt. Në ato diskutimet tona të zakonshme gjatë ditës në tavolinat tona, me personat të cilët edhe janë diabetik edhe vuajnë nga ky problem, shpeshherë thuhet që kanë të nevojshme sasinë e sheqerit, mbajnë një karamele në xhep, mundohen që të kenë një ëmbëlsirë të vogël. Personalisht është nuk i gabim, këshilloj. Dhe çfarë këshillon mbase një alternativë tjetër për të pasur edhe për të mos rënë pre ndoshta e këtij gabimi të vogël, por që më pas pasojat mund të jenë të mëdha. Nëse kemi diabet të tipit të dytë ose edhe të tipit të parë, e rëndësishme është të shmangim sheqerin në mënyrën më të mirë të mundshme. Nëse nuk mund të rrim pa të, mund të përdorim pak stevia, që është një sheqer natyral, por gjithsesi sheqeri është, le të themi, vrastar për personat që kanë probleme me diabetin. Aq më tepër ato që marrin insulin nuk duhet ta shtojnë me idenë që po marrin insulinë dhe insulina është një stabilizues shumë i mirë i sheqerit në gjak. Është gabim që e vë hera herës, që edhe bëjnë pacientë të tillë. Ju thatë që një kategori është gjithashtu edhe ajo kategori e personave të cilët nuk dinë se vuajnë nga diabeti, pra ato e kanë një diabet të fshehur, nuk e di, nuk e mjekojnë, po a ka shenja të cilat janë shenja dalluese që mbase mund të fillojnë të shqetësohen, që mund të fillojnë të mbajnë dhe të bëjnë një balans, të vënë një balans të mirë ushqimore për të qenë. Shpesh kanë tharje të gojës, kërkojnë të pinë sa më shumë ujë, urinojnë sa më shumë, kanë, le të themi, ndoshta një shtim peshe të pa imagjinuar ose ndoshta një rënje peshe të pa kuptueshme. Mund të kenë shqetësime të tjera që mund të jenë të plogësh, të lodhur, të këputur, ka një pagjumësi, një parehati, të gjitha këto janë të lidhura ngushëtësisht me, le të themi, shenjat e diabetit. Kështu që natyrisht konsultimi me një endokrinolog është hapi i parë që duhet bërë për të bërë matjen e të gjithë treguesve në laborator për të parë se si mund të shkoj problemi me sheqerin në gjak dhe pas kësaj regjimi ushqimor dhe aktiviteti fizik janë patjetër hallkat themelore të shërimit të këtyre personave. Frutat janë një tjetër element i rëndësishëm që duhet të jenë pjesë e dietës ushqimore të gjithkujt, jo vetëm të personave që vuajnë nga diabeti. Por në këtë rast, këshillon, cilat janë frutat që mbase kanë më pak sheqer, që ti këshillon të konsumohen më shumë, edhe cili edhe është raporti, ose ndonjëherë mbase edhe mund të abuzohet me konsumin e tyre dhe mund të krijojë dëm, apo? Absolutisht po. Frutat janë një element shumë i rëndësishëm në dietën e çdo kujt dhe natyrisht ato përmbajnë antioksidant dhe vitamina esenciale për organizmin. Qitra është një element fantastik, le të themi, për persona diabetik. I konsumuar në mëngjes, por gjithmonë duhet të kenë kujdes, mos ketë një problematik bashkëshoqëruese bashkë me diabetin. Pra një person i cili ka gastrit ose refluks nuk mund ta konsumojë qitron. Por le të themi frutat e pyllit janë shumë të mira, pasi përmbajnë antioksidant, antocianinën e cila është shumë e rëndësishme dhe shumë e mirë, shega, limoni është një tjetër element, por gjithmonë mund paragjykohet nëse ka pak sheqer më tepër, le të themi, por disa pika limon në sallat ose në momentin kur ne konsumojmë protein, është shumë e mirë që të hidhen pak pika limoni për të ndihmuar në tretjen e tyre. Duke shmangur ushqimet e ëmbla, le të themi diabetikët janë të fiksuar pas konsumimit të hurmave kaki, pas fiksimit të rushit, të figjve, të bananeve, pasi duan, le të themi, pak sheqer për të konsumuar, pak më tepër sheqer, por për këta do të ishte e këshilluar që të ndaloheshe konsumimi e tyre. Një tjetër element që duhet pasur parasysh, e fillojnë mëngjesin me një lëng të shtrydhur portokalli. Që të mbushësh një gotë portokall, duan rreth 3 portokall. Që do të thotë, kemi marrë sheqer me shumicë dhe nuk kemi marrë fibra. Është shumë e mirë që ta konsumojmë një frut, pra një portokall, sesa të konsumojmë 3 dhe të marrim vetëm ujë me sheqer. Ndaj bëni kujdes, evitoni lëngun e shtrydhur të portokallit në mëngjes. Të falenderoj shumë Anila për këshillat që ndave, shumë të vlefshme vërtet për të gjithë ne, jo vetëm për ata që vuajnë nga diabeti.